Mirë, kjo është bloku i parë në Kosova Today sot, e thashë edhe në hyrje, në këtë blok të parë flasim për të ardhmën politike të PSD-s, për ofertën e tyre politike në këto zgjedhje nëse do të hyjnë natyrisht në to zyrtarisht, dhe në anën tjetër për një pyetje që është shumë e thjeshtë në parem, por që duket se përgjigjja është goxha e turbulluar në atë se kush e çoi vendin në zgjedhje. Natyra Kuqi, kënaqësi të kemi këtu në program sot. Faleminderit. Faleminderit ty e për mundësinë, kënaqësi. Dhe në fakt aktiv PSD-ja si çdo herë edhe në këtë ditë të feste që natyrisht nuk ka shumë sens të jetë festë, megjithatë është festë dhe ju jeni këtu të jam minjose që ke zgjedhur sot vish në program. Faleminderit shumë. Po ndihem e privilegjuar që kam pas mundësinë pas për 1 maj, është ditë që PSD-ja e ka të rëndësishme, e ka pas gjithmonë këtë temë të rëndësishme, kështu që për mua kënaqësi që bashkë për 1 maj jam këtu. Kjo tema e zgjedhjeve ka me hyrë PSD-ja, tashmë është mbyll, është vendos, PSD-ja po garon këto zgjedhje të 7 qershorit, se tashmë edhe datën po e kemi. Po garojmë normalisht për një opozitë që i vyn Kosovës. Kemi thonë, e stërë thonë krejt këto vjetë që një pushtet autoritar me një opozitë si që është kjo, rrinë edhe gjatë në pushtet. Kështu që për me ndru këtë pushtet duhet një opozitë. Edhe Kurti ka një kërkesë të tillë në fakt, kërkoj që tjetë opozita tjetër, kështë e fjalën për ju. Kurti po donë një opozitë që është edhe më e nënshtruar se kjo realisht. Kurti, kur po lyp opozitë re, po kërkon për qëllime tjera. Po kërkon me pas edhe më të nënshtruar se kaq. Kështu që PSD-ja po kërkon opozitë re, po kërkon për arsye që një pushtet autoritar rrëzohet veç me një opozitë fortë, me një opozitë që e kupton. Jo një opozitë që hyn në temat e tij, hyn në dialogje, në tavolinat e tij, edhe del se prishën për ndarje të pushtetit. Me një pushtet autoritar nuk ka negocim, nuk ka diskutim të tillë sepse dihet ç'është përfundojnë. PSD-ja po garon me këtë ofertë, po garon për një opozitë re në kuvend, edhe që me pas mundësi Kurti me u kuptu për nga rreziku për demokracinë që është për një me, e jo që është po trajtohet për momentin. Me gjithë këtë, në basë dhe kritikë që keni për partitë aktuale opozitare, të njëjtat megjithatë kanë arritur që t'i kthejnë disa prej shumë ligjeve në fakt që kanë qenë antikushtetuese. Besoj që ma e pakta që duhesh me bo kur jenë kuvend, është ligjet mos mi votu kur janë antikushtetuese dhe mi qunë gjykatë kushtetuese. Kjo është, dhe më thonë, shumë a letë me pas qasje edhe mi qu këto ligje në gjykatë kushtetuese, po roli i opozitës nuk ndalet që aty. Roli i opozitës nuk është veç të ligjet edhe mi kthy ato. E kem nësot një opozitë që e kalon ligjin për byroën shtetërore, e kjo është ligj që i mbi vendosë drejtësisë, të thonë nisja për i meje se nuk jemi fajshëm. Këto është problemi i kësaj opozite. Problemi i opozitës është që kapet KPM-ja, Komisioni Pavarur i Mediave, nuk kemi asnjë lloj reagimi. Kapet bordi i RTK-s, nuk kemi asnjë lloj reagimi. Por në listat punëtorës ka më shumë fuqi se kaq natyra. Çfarë do duhet të bënin në realitet? Çfarë duhet të bëjë opozita? Opozita duhet për çdo ditë me qenë aktive në sensibilizim, si të themi në reagim. I patëm kuvend seancën që e majti Kurti, në ndërkohë që opozita rrinte në hall të kuvendit, nuk futej me i dhonë kundër argumentet e veta, nuk futej me bo reagimin e vetë, nuk futej me pengu, nëse është antikushtetuese duhesh me pengu. Nuk mundën vetë vendosa me pas kaq terren të hapur, përderisa çdo ditë kanë kalu ligje problematike, çdo ditë kanë pas tendenca me kap edhe diçka. Domethënë për kaq kohë sa i pati Albulena Haxhiu si ushtruese e detyrës së presidentes e kapi KPK-n, Këshillin Prokurorial, KPM-n, bordi i RTK-s, kaloi ligji për byroën shtetëror, krejt këto janë shumë problematike e një opozitë e cila në këto tema fjeti. Fjeti sepse besoj që nuk e kanë e përsinë morale, vazhdojnë me pas nevojë me u dëshmu Kurtit, hegemonisti, vazhdojnë me pas nevojë me i thonë Kurtit, bane ti një ligj, që është ligj të cilin shtetet demokratike nuk e kanë. Ligji për byroën shtetëror i mbi vendoset sistemi drejtësisë, ti duhesh me ma dëshmu mu si autoritet i byros shtetërore, autoritet shtetëror, ti duhesh me ma dëshmu mu pse je pa fajshme. Unë ty ti blokoj llogarit, vi me kamerë, ta arrestoj, edhe deri në atë kohë ti je fajshme. Kjo është ky ligj për shembull, nuk është dash me kalu dhe
kemi fol 2 vjetë për këtë ligj. Në ndërkohë që pej Lumira Abdigjikut e deri të Besnik Tahiri dalin edhe flasin që ky ligj le të kalon se na jemi të pafajshëm. Me pas nevojë mju dëshmu pushtetit, kjo është shumë problem. Kështu që munën me bo ma shumë, duhet me bo ma shumë opozita. Kemi 2-3 ditë që Lumira Abdigjiku nuk është fare prezent në fushat. Kurti në ndërkohë me qasjen e ti, mreu mi sjellë në tavolin, mreu me i bo këtë njerës me kuptu që kjo opozit dashni me nda pushtetin me Kurtin. Dhe në fakt kjo është pyetja thelpsore, unë e tash në krye të kësaj interviste është pyetje shumë e thjeshtë, por mbase përgjigja në njerëz është bukur e turpullt. Në perspektivën e PSD-s, kush është fajtor që jemi sot përpara një procesi zgjedhor? Është opozita apo është Kurti? Unë mendoj që pyetja është dashme qenë pse u shtyn zgjedhjet përderisa opozita prej ditës ne, kur kemi marrë rezultatin e zgjedhjeve, është dash me kërku zgjedhje. Prej ditës ne, kur e ka kuptu që Kurti, po donë edhe presidentin me marrë, nuk është dash me lyp hise në qeverisje, as Bedri Hamza, as Lumira Abdigjiku. është dash pe që asoj ditë opozita me njës fushatën, nëse kuptojnë, edhe nëse kam për një met që Kurti është autoritar, nëse mendojnë që që apodon Kurti është 100% pushtet, nuk ka pas kuptim, takimet e një pas njeshme edhe në fund mu prish, sepse nuk marrën presidentin ose ato që ka deshtën. Fajtor këtu nuk ka lidhje kush është. Lidhje ka pse ka zhvon edhe pse kjo opozit hyn me këtë, si temi, tashme jemi në një situatë pa favorshme për opozitën, sepse kjo opozit po ja mundëson, si kurse herën e parë, që thëshë një ozë bënë Albulena Hagjiu, por në fund të votu në Dimal Bashën, edhe kësoj herë. Kjo opozit u vënu me shpjegimin e vetë, edhe doli që opozita u prish në fundit, sepse nuk mujti me nda pushtetin me Kurtin. Nëse hymë fushat me këtë shpjegim, ku një opozit mujti me parandalu, sepse nuk pat na i kusht që Kurti është autoritar, po pat kusht për ndarjet pushtetit, atër sigurisht që i mbetet faj edhe opozitës. Kur po quani se në fakt nuk është momenti i dur për opozitën për momentin, po e minimizoni rolin e Vjosa Osmanit, nuk është një kraj fort për opozitën fakti që të Vjosa Osmani është rështuar tashma kundër Kurtit? Për mu, këmë thonë edhe në video par dje, kur e postova, Vjosa Osmani është fluska e radhës, që ose analistat, ose opinioni publik, ose kushdo që është bizneset, kushdo që ka interesim me pa opozitën të rritet, kushdo që është pro kësaj mbështetje, atër e ka gjetë adresën e gabume. Sepse zgjedhjet e kalume kur delshim studiet televizive dhe falshim, thëshim nuk është kjo opozit që erdhën Kurtin. Kjo opozit me këtë qasje, ka me majtë Kurtin gjatën pushtet. Thëshin jo se tash erdhë Bedri Hamza. Ma herët, para këtyre zgjedhjeve, thëshin LDK-ja. Pse i thëshim LDK-ja? Pse Lumira Abdigjiku? Sepse ajo është komplet të funksionu si pas muzikës së Kurtit, është të këcy si pas muzikës së Kurtit, ata thëshin jo se sështë Isa Mustafa. Vjosa tash, është që aja fluska e radhës, që njerës pëthojnë, jo tash është Vjosa. Jo, Vjosa nuk është kur gjo, sa i përket dalimit politik me Kurtin. Johon është e rëndësishme me kuptu pse Vjosa Osmani u shkëput nga Kurti. Nëse Vjosa Osmani ka dalë prej lëvizjesve të vendosja, duke thënë që Kurti është i rrezikshëm sepse nuk më zgjodhi mu, se ma kthej shpinën, tu dalë me video patetike, qesharake. Pra kështë e thënë edhe 2 vjetë më herët, natyra, kështë ka lënë të kuptoj se ka krisim. E njëjta Vjos, e cila kalon, normalisht që kalon hapësirë të tillë, sepse e ka ditë që Kurti është duke e largu, me gjithat Jehonja ka caktu datën e zgjedhjeve, me gjithat sa herë ka shku Kurti me njësi speciale në veri, kjo ka folë dhe ka lavdu çdo veprim që e ka bu Kurti. A do të dallon të rezultatin e së zgjedhjeve do të ishte një javë para 28 dhjetorit, apo pak a shumë do të ishte e njëjta situatë? Nuk e di a kish mendru rezultati, po jo me sigurt që nëse Vjosa Osmani kish dalë shumë ma herët edhe kish folë publikisht, që o ka del pe rolit të presidentës, ose nuk është mo pjesë e lëvizjes vetëvendosje e qati konstrukti, sepse peshe Kurtin rrezik për demokracin, sepse nuk e kom se së mboni mu presidente, po Kurti
për një mena rrezikon me kapjen e shtetit, institucioneve të pamvarne, atër kjo e kishë ndru rezultatin. Nuk mundet me ndru rezultatin një person i cili nuk po paraqet ide të re politike, sado që kisha dasht opozita me u forcu edhe me kurti me ra, unë jo me sigur që me qka po ndodhe dhe qka po shë, kemi shumë pun, mi bo njërës me kuptu, që ka nevoj kuvendi për opozitre, ka nevoj Kosova për një opozit që folë në terma politik, e jo në terma të dashnis, të ndarjes personale, hatërmbetjeve, jo ma ktheve shpinën, jo s'ta ktheva shpinën për qytetarët e Kosovës. Nuk ka rëndësia ja ka kthy shpinën Albin Kurti, Vjosa Osmanit ajo. S'ka lidhje, kujt nuk i intereson kjo punë. Njerëzve jo intereson cili është problemi yt me Kurtin. E a është problemi yt me Kurtin që i ka 51%. 51%, edhe nuk e ka shtu asnjë inspektor, po i ka edhe ma pak se sa i ka gjetë. A është problemi yt me Kurtin që nuk ka bu kur gjo për shëndetësin, kur gjo për arsimin. Problemi i Vjosës me Kurtin ishtë dasht me qenë kur i ka marrë për Ismail Qemailit qikat edhe i ka qunë shkollë private se ka thonë ju rrezikohet jeta në Ismail Qemail. Problemi i Vjosës o konë kërë shku me hek Ilzen në Aloka se ka thonë që kë shërbim nuk japet mirë që këukë. Për mu qëtojë ndalime politike. Nuk është të të natyra, ka pasur të tjerë. Po normalisht që ka të tjerë. Ka shumë të tjerë. Ka tepër shumë të tjerë. Po kjo është presidenti e vendit. Presidenti e vendit jehonë me naj dikon ku beson që kryeministri është i rrezikshëm. Kjo është shumë keq. Dështë ka marrë vetë fare në fund natyra, nuk e ka ditë më herët. E ka ditë edhe më herët. E ka ditë kur jemi dalë na dhe kemi bo shpjegimin politik, Vjosa e ka ditë. E për këto të garantoj. Mirë po ka gjithë punën e vetë dhe për këto nuk është gjithë Vjosa, ka shumë njerëz që heshtin derisa nuk ju e ndan dikush më pushtet. Për mu kjo është mungese si temi e dashnis për politiken. Kur e dam politiken... Ndarjet dhe bashkimet, desha të pyes diçka që në fakt e dëgjojmë shpesh dhe nuk është se kam dëgjuar një shpjegim base të duhur, adekuat, apo pak të unë mund të më se të kam dëgjuar. Të gjithë ju që keni punuar me Kurtin, pra njerëz që tashma janë, qoftë në PSD, qoftë në studio televizive, qoftë analizë, qoftë në ndonjë parti tjetër politike, keni një vlerë të madh për Kurtin. Pse keni këtë? Unë po të thëmë jehonë me plot përgjithësi edhe me ta garantoj kështu 100%, as pak njerë, as pak ndjenja personale, as pak hatërmbetje, hiq. Bile ku isha opozitarët të folë për Kurtin, ose naj analist e shoh që ka dhe kështu me mujtë edhe personalisht dyqyshe e shohin keq. Hiq, nuk kom kur fa ndjenje t'il, nashta nuk e kom për kërkon, jo veç për Kurtin, unë e kom shumë politike dallimin. Kisha dasht mos mu konsideru edhe mu po për një me që nuk është fare vrerë, është dallim politik. Unë besoj që një autoritar e shkatron Kosovën gradualisht, e varfnon ato. është problem që ma herët kam vjedh, është shumë problem. është problem qëfar ministra, qëfar kryeministra kemi pas. Edhe unë besoj që edhe për që ata ka gjetë të rënë Kurti që mu forcu. Po tash nuk mundem me thonë ose që ata, që 20 vjetë, që punun mire keqe vjedhe në u pasunun, ose që kë. Për mu është të rëndësishme me të regu që PSD-ja është kjo rruga e tretë. PSD-ja është subjekti cili po thot nuk kemi nevoj as me vjedh, po në njëjtën kohë në kurrës të që asaj nuk mundë më bo as autoritar. Se që ka po thot Kurti është, une nuk blej shpijat mira, une nuk blej kerët mira, une nuk maj miliona në bank, une i kom 16 euro në bank, mirë po une du me kap shtetin, une du me pas gjithë shkam funksion temin, une du RTK-ja me raportu veç për mu, du mi në nështru njerëz, kush nuk është me mu du me largu, kjo është problem, autoritarizmi është problem veti. E ta shti na i kem do shpjegimet analistave, do shpjegimet të partive opozitare, e herë këta dy janë njëjtë, se partit opozitare qojnë analista në studio televizive dhe thojnë ma mirë me vjedhë se sa Kurti, jo bre, jo se nuk ka nevoj me kone se kjo, se kjo. Megjithatë, edhe qeveria Kurti nuk ka shpëtuar prej akuzave për korupcion dhe ju në fakt si ish bashkëpunëtore në kuptimin që keni rrugtuar bashkë edhe si PSD me Kurtin, i besoni këtyre dyshimeve apo akuzave se qeveria Kurti është e korruptuar dhe cili është roli Kurtit këtu? E di për këtë që... Kemi na njerëz që ju ka ndru standardi jetës në qeverin Kurti. Kemi shumë njerëz, kemi po. Jo për masa që shka ndodhë ma herë, dorë në zemrë. Kemi skandale shumë të mdhaja.
A ka ndru jeta e Kurtit, tash njerëz të shohin për kësaj perspektive. Nuk duket që ka ndru që ka ndru jeta e njerëzve ma herët. A do me thonë kjo që është mirë për Kosovën? Jo domosdoshmërisht. Është mirë në kuptimin që gjithmonë është mirë nëse nuk pasurohesh për politikës edhe për këto është dash me konë se cili politikan në Kosovë. Po në anën tjetër, a e bon Kurtin ma pak të rrezikshëm fakti që vetë nuk o pasunu, që vetë nuk ka vjedh, nuk e bon të... A ju besoni që Kurti nuk vjedh? Nuk merret me çështje të tilla? Që unë besoj që Kurti ka donë me pas gjithçka në shërbim vetin. Nuk ka nevoj Kurti me vjedh nëse i kap krejt institucionet. Nuk ka nevoj Kurti nashta me ble shtëpi në Marigona edhe po e bon jetën shumë mirë. Sepse e dim sa është rroga e kryeministrit, e dim cilat janë privilegjet edhe ai po shpenzoi ke krejt, pi lekë vit 16 në llogari. Kështu që nëse A quhet e mirë kjo? E mirë e keqe nuk e di, po shqasja e tij që i shpenzon parat. Unë nuk po them që është mirë, çka po du me nënvizu është një paralele. Tash nuk është njerëz ose si të themi mahnitën mas kësaj 16 euro, sepse shofim vetëm si tandemi asaj që ma herët jënë pasunu politikant. Çka po mënona me shpjegu është që nëse je i varfër ose paraqitesh i varfër, kjo nuk dëpon të mirë, automatikisht. Dush mi pas edhe do gjana tjera. Nëse je që politikani mos më pasunu, nuk mundesh me qenë pro që mi largu krejt punëtor të RTK-s, që nuk tu kanë nështru totalisht. Psiqikisht, mi shkatru me vitet tona deri i largoj së cilin punëtor të mirë që ka pasër të këja. Do me thonë për mu, edhe kjo është rëndësishme. Nuk mund është me qenë i mirë edhe me pasën për institucione veç njërës që të bindën totalisht, për ndryshe nuk i pranon. Pra është rëndësishme me shpjegu që a i bjen autoritarizmi. Autoritarizmi jo do mos dëshmërish do me pas jetën e vetë në për jahta e në për ku me ditë qka. Po në të njëjtën kohë është problem, sepse të qata gjipa, qato kerë, këtë të njëjtën kohë pi shfrytëzon të qeverisë dhe të institucioneve. Po shfrytëzon gjithçka që Kosova po t'jep në shërbim të subjektit tonë edhe të partisë tonë. Mirë, në anën tjetër duat kthejmë edhe njerëz natyrisht tek planet të PSD-s, zyrtarisht do të jeni në këto zgjedhje të shtatqershorit, si e keni menduar garën atyra? Mendoni që të bashkoheni, të keni një koalicion parazgjedhor me ndonjë prej partive politike, cila do të jetë strategjia që do ndjek PSD? Nuk kemi koalicion parazgjedhor, as pas zgjedhor, do të shkojmë të vetëm në këtë garë, sigurisht është garë e rëndësishme për PSD-n, e rëndësishme besoj për PSD-n edhe për vendin është që me qenë PSD-ja me një grup parlamentar në kuvend, unë besoj që nëse kishim qenë, nuk kishë ndodhë kjo që apo ndodhë me Kosovën, lëvizjave të ndodhë nuk kishë mujtë mu silë as me i bo ato fjalime e diskutime as lehtësish në kuvend që po i banë, kështu që i lutim se cilin përshfrytëzoj studion tonë me i bo ftesë se cilit njëri që beson që Kosovës i duhet një opozit tjetër që erzon Kurtin, një opozit që nuk e len Kurtin gjatë në pushtet, atër mju bashku PSD-s. Shumë shpejt kemi me dalë edhe me slogan edhe me të tjera, për shpesoj që shihemi prapë. Mirë, po për këtë fazë lajmi është që po garon PSD-ja, po garon duke i ditë që po garon për opozit, mirë po edhe duke pas parasysh që ka dhe një rrugë të tretë për politike në Kosovë. Nuk janë ose kosta e vjetër, ose lëvizjave të vendosje, po duhet me u bashku njerëz të ri, jo të rinë mosh, domosdoshmërisht, po njerëz që dojnë angazhim me vetë mohim, angazhim me sakrificë në politikë, që e dojnë politikën bi gjithçka, jo për me pasunu shpejt, jo për me qëndru në politikë për 4 vjetë, 5 vjetë edhe me shku, po që dojnë mu angazhu për një me, për Kosovën, atër unë besoj që adresa është Partia Social-Demokrate. Kemi parë një rikthim së fundi atë të Çorin Krasniqit, cili do të jetë roli i tij, do të jetë në listë zgjedhore, do t'ju mbështes vetëm në aspektin politik e financiar, apo... Zdia është thonë hala, po, Florini ka me qenë listë, po, edhe besoj që ka me në mbështet edhe në aspekte tjera.
besoj që ai del edhe folë se dillën vjen, kështu që për neve është lajm shumë i Për një mirë. parti të vogël është bukur vështirë edhe të menaxhor aspektin dhe koston financiare. Po, e kemi pas shumë vështirë zgjedhjet e kalume jonë, realisht. E kemi pas shumë të vështirë edhe këtë aspekt. Përveç momentit që ditëm që po shkojmë zgjedhje nuk po ndron kur gjoh dhe po me atmosferën që diskutimi ishte që po vjen opozita për zon Kurtin, në ndërkohë që PSD-ja thëjke që Kurti nuk ka murdzu, i mori 51%. Por qaj moment nuk pat fare hapësirë, përveç kësaj aspekti financiar ka shumë rëndësi. Kësaj herë sigurisht që po presim mbështetje më të madhe edhe kemi. Kështu që ka me pas, Florimi ka me qenë pjesë e listës zgjedhore, kështu që... Ndërkohë, fare në fund, kush do t'jetë kandidat për kryeministër nga PSD? E keni vendosur? Kandidat për kryeministër, nuk e di a mundë me quajtë si të tillë, sepse na po garojmë për opozit, për dim që nuk është një mirë, po besoj që do t'jetë Ardani, por kjo do t'jetë diskutim një moment tjetër. Faleminderit shumë natyra që ke qenë sot këtu, natyrisht ju priftem bara, sepse ndonë se ju nuk një qenë zyrtarisht pjesë e garës, të ke qenë natyrisht e angazhuar në aspektin lokal, ka një intensitet tjetër fushata, kështu që uroj t'ju shkojmë barë. Për ndryshe si e pret këtë fushatë, do t'jetë me tonet larta? Fushata e PSD-s ka me Në përgjithësi fushata politike, do t'jetë e agravuar, sepse momenti politik duket më i thyer se kur? I pash do momente, i pash do diskutime që po flitet që s'ka mu vijat kuqe, përderi sa hinë fushat duke thonë që s'kemi me pas vijat kuqe me Kurtin, nuk besoj që ka me pas atë shumë agravim, sepse këta po garojnë kush ka me fitu ma shumë për mu bashku me Kurtin mas këtyre zgjedhjeve, ashtu po ipet për shtypja, besoj që PSD-ja në këtë fushat ka me sjell tjetër frym edhe tjetër dinamik të mënyrës që shbohet fushata në Kosovë. Dhe në fakt e keni gjithmonë shumë speciale fushatat. Po e them këtë me që akoma as jemi në një fushatë zyrtarisht politike. Faleminderit shumë natyrë që ishe këtu dhe suksese. Faleminderit ty. Faleminderit. Ishim bashkë me Natyra Kuqin nga PSD, tashmë dihet pra zyrtarisht PSD do të kthehet në garë zgjedhore në këto zgjedhje të jashtëzakonshme 7 qershor. Ne shkputemi me publicitet, kthehemi vetëm pas pak me debatin politik këtu.